Pozit e teke rrugë më të dhamve. Qish funksionon kjo dhe më thamë ato si janë musliman? Leximi i jo muslimanëve, do të thonë, pa më parasysh është krishterë, është jahudi ose dikush tjetër. Ndikon, do të thonë Kurani është sikur që dini ajetin e nazilu min al-Qur'ani wa huwa shifa. Kurani është ndikon, pa marrë parasysh është musliman apo nuk është musliman. Edhe unë deri tash ti praktikës që e kumbo, do të thonë krishterëve kumbo se ata të njëjtët i kanë reagimet. Mirë po, për mi kalu ose mi kalu, do të thonë, ose mi shkatru sihrin, ose mi anxhir gjin, do të me pranu islamin. Për shkak normal dobësohet. Kum pas rase për shembull, kum lexuar një anë, shumë kanë ka pas shumë probleme. Mirë po s'tash shumë është mirë. Shumë është mirë, po të krahasim shumë kanë mirë, po me siguri ose është qetësu, ose do me thonë është tërhek. Njëra prej timve. Mirë po ndikon, përgjithësi ndikon në Kur'an. Ndikon edhe te muslimanë, ndikon edhe te krishterët ndikon. Edhe normal, ato reagimet që i kanë, ata deri tash ti sa ta hecin për këtë, ka shkojnë te filani, shkojnë taj hecin. Ndikimet kur i nin, edhe kur reagon, të këto reagimet deri tash nuk i kum pas asnjëherë. Edhe shumë ma let bindet edhe beson çka i thush. Shumë ma let është me thirrë në islam. Sikur e shethet, unë e veti. A e ki ndi që këtë reagim, a e ki pas ma herët të dikush ku e kanë, thët, ja. A e kanë kishtet, po. Thët, a e ki pas këtë, ja. Edhe e shese, për shembull, i liviz diçka në për trup. Ose i paraqitet diçka para veti. Ose dora, për shembull, i kapet dora. Ose kam t'i kapen, ose i sillen mend. Me thonë, gjithë këto janë elemente se ka diçka mbrana. Taj. Ose vjell. Dhe thëtë këto si kum pas thëtë. Dhe thëtë këto reagime thëtë kas kum ecë gjithë kënë si kum pas përvesi në këtë vend. Bile mu më kujtojt rasti që tash fundit në Macedonë 100 jarë më kanë thinë telefon, më kanë lutë. Bile njerë kum lezoke në 7-8 minuta veç. Tha krija po më dhamë shumë, veç që i lezova njëherë, tha ma më nërë tha, po du më konë alë ma mirë. Edhe në pse në Macedonë nuk du shumë i pranu, i revëzojshë ma përmjes një ta afër më shka e kam, ata e kanë thirën, që e në thirë, po lutin pranoj edhe njëherë. Thonë, e kanë jenë bindë, se me të vërte, mënyra dhe me thonë, shërimit Koranit, është e vetëmja mënyrë dhe me thonë, i cilë e ndikon edhe i shëron. Me izin Allah. Që kjo është dhe me thonë, atë Macedonët e dinë se feja islame është dhe me thonë feja e vërtet. Mirë po për shkak situateve dhe me thonë, rrethanave, shumica prej timin nuk e pranojnë ose i hikin. Unë e di krejt ata krejt pranojnë thënë, deri tash këtë çka e kemi ndithët, kërkun nuk e kemi ndihë. Që këtë reagim shka e kum pasit, kërkun se kum pas. Mirë po kur kumarë këto thët, jo ma mirë. Për shkak njerëzve, nuk e pranojnë islamin. Nuk e pranojnë islamin. A e dinë se me të vërtet që kjo feja është e vërtet edhe feja është edhe feja ma e pastër.